Përshëndetje zot Kryeziu. Përshëndetje edhe për ju. A keni emocione të veçanta sot në këtë ditë? Po kemi emocione të veçanta të cilat janë të papërshkruar. Çka ju lidh dhe çka ju lidh? Ju keni pas ftesë veçantë vini këtu, po ma tregoj lidhjen që keni nga fillimi tani tutje. Po të flasim nga fillimet, është histori bukur e gjatë, edhe është bukur e largët, pasi vi nga familja Kryezive dhe gjithmonë kemi pas kam lind familjen e Kryezive. Kam pas fatin me lindë dhe jam shumë krenar për këtë punë. Dhe pse vim edhe kem ftesat veçanta dhe pse dalim gjithmonë edhe mbajmë me fanatizëm atë dashurinë është sepse edhe shpata e të Skënderbeut ishte po nga familja Kryezive, po nga principata Kryezive, e cila ju bashkua në themelimin e shtetit të Arbërit, në atë kohë nga Stefan Kryeziu, i cili ishte martuar me motrën e Gjergj Kastriotit, Mara Kastrioti, dhe kështu vit pas viti, vjet pas vjetit, gjithmonë kemi qenë në mbrojtje të atë dhejët. Pasi që kemi më shumë se 600 vjetë që jemi duke luftu për liri, për mbrojtjen e të drejtave tona themeltare, elementare, për të jetu të lirë në trojet tona arbërore. Gjithçka që ka të bëjë me Skënderbeun dhe angazhimin e tij, luftën që ka bërë, gjithçka, me idealizmin e tij, ju keni organizuar dhe pritet të organizoni edhe gjatë këtij viti. Kemi organizuar rregullisht, si familje gjithmonë ja kemi festuar ditëlindjen Gjergj Kastriotit në shtëpi. Gjithmonë e kemi festuar edhe ditëlindjen e Gjergj Kastriotit, edhe 28 nëntorin e parë, 28 nëntorin e dytë, pasi që të dyjat janë me një datë dhe e kemi pas edhe gëzimin e madh në shtëpi, sepse edhe vllai i madh Arbeni e ka pas edhe ka ditëlindje me 28 nëntor. Jo rastisht po ndodhë të lidhja, apo jo? A ka qenë fat, ka qenë fat, po je mundu edhe në ato kushtet të rana të cilat ka qenë me festu ditëlindjen e gjithmonë kemi thonë s'pe festojmë 28 nëntorin, po ditëlindjen e vllaut. Sepse kemi qenë të përndjegur rregullisht prej regjimit serb, edhe më herët kur kemi dalë nga fshati Kryezi në Gjakov, familja jonë lidhet prap në vrasjen e sultanit të fundit, Maxar Pashës, edhe kështu pastaj rregullisht gjithmonë. Sa herë, nëse mundeni me numëru, ju keni ardhur në Lezhë për shembull? Në Lezhë. Unë di që s'është sot hera parë, absolut që jo. As nuk do të jetë hera e fundit asnjëherë, dhe në Lezhë me shku për Shkodër, e mos më nal 5 minuta, nuk ka pas, nuk ka bo na herë ndodhi. Unë e di, por edhe shikuesit tanë e din dhe do ta dinë edhe tutje, që e këtu po hym e kemi një derë, si që kanë ditë me kriju në kohën e vetë, që ka sot Skënderbeu. Për burrat mëdhej. Po, edhe dyrtin të mëdhaja, apo jo? Edhe dyrtin mëdhaja. E di që edhe zyrën edhe gjithçka që ka lidhet me përditshmërinë tonë dhe e keni me simbolet të Skënderbeut dhe kudo që sillesh ki diçka që asocion me Skënderbeun që simbolizon luftën e tij. Ati themeltar i kombit tonë arbëror është atë Gjergj Kastrioti. Është ai që mbrojti me fanatizëm me gjithçka themelimin dhe krijimin e kombit arbëror shqiptar. Dhe një njeri të mos e doj themeltarin e shtetit parë, shtetit Arbërit, në vitin e largët 1403, është diçka, unë për mendimin tam është një njeri të mos e doj atë që të ka kriju është i çmendur. Edhe atë të mos e festoj ditën e pavarësisë vetë, për mua është i çmendur. Unë nuk po du me hinë detaja se si do t'jetë organizimi, por sot e kemi mundësi me tregu shikuesve tonë, organizimi në maj. A merr shumë kohë dhe angazhim edhe bashkë pjesëmarrës të gjitha këtu? Merr shumë kohë sepse dom punë, ne e kemi organizuar për vit tash edhe më herët. Po vitin e kaluar së bashku me organizatën Shqiptaria kemi organizuar në sheshin e Prishtinës. Dhe këtë vit nuk është vetëm sheshin e Prishtinës. Gjergj Kastrioti. Do t'jetë nga katedralja Nën Tereza, sheshi Gjergj Bush, të sheshi Zahir Pajaziti, pastaj do të vazhdoj të sheshi Nën Tereza dhe së fundit do t'jetë tek sheshi Gjergj Kastrioti në fund. Po do t'jetë më gjatë kësaj radhe ditëlindja e Skënderbeut, do të festohet ndoshta më shumë se një ditë. Interesant është kjo lidhja, përveç familjare që keni edhe kështu emocionale, apo jo? Mbi gjitha. Po mbi gjitha
e kemi edhe emocionale sepse zgjohemi me të, bim me të. Edhe është diçka që mburrësh në botë, fillimisht e kem Gjergj Kastriotin. Jemi këtu të një ekspozitë që është shfaqë sot. Po. Ne kemi pikturat të ndryshme, të cilat nuk dini se keni pasur i patë më herët apo jo. Po e kem parë më herët, kur ishim edhe për homazhe. Edhe janë piktura fantastike që duhet t'i ketë çdo njeri në zyret e veta. Unë e di që edhe i dëm pikturat, dhe në rast të tilla këto dinë me ushit shumë shtrejt, sepse punimet edhe gjitha kjo është kosto. A e kishe ble për shembull një pikturë shumë të shtrejt të Gjergj Kastriotit Skënderbeu? Për mu nuk ka çmim piktura për atë Gjergj Kastriotin, nuk ka çmim. Kështu që nuk ka rëndësi çmimi, sa ka rëndësi piktura. Super, kështu që urime ke festë të Kryzio. Nuk janë parët asgjë, janë numra. Historia. Më e rëndësishme është që fëmijët tanë të rriten me frymën atë Gjergj Kastriotit, edhe ta shikojmë kjo pikturë këtu, të tregon Po? edhe të ngjall emocion, është diçka jashtëzakonshme. Ta shikosh atë Gjergj Kastriotin me trimat duke luftu, është diçka që është e papërshkruar, duhet ta ketë çdo njeri. Nuk po tregon dikun piktori kush e ka punuar, po sidoqë që jetë, po shihet që është shumë. Është e jashtëzakonshme, artistike, është shumë e bukur. Si të Kryzio urime kjo ditë. Faleminderit, urime edhe ju, urime gjithë shqiptarëve kudo që frymojnë, sepse kjo ditë është diçka jashtëzakonshme, është ditë që i ka bërë bashkë gjithë shqiptarët kudo që kanë qenë. Edhe duhet na bëj bashkë, sepse vetëm bashkë ne mund të jemi më të fortë dhe mund të dalim ballë çdo kujt. Përderisa jemi të coptuar, cop e cop, edhe të shikojmë feje parti që të na krijojnë dasi, ne nuk do të shkojmë askund. Nuk do të shkojmë askund. Mirë, Nuk do të shkojmë askund. shikues të dashur, bashkërisht me kamerat e televizionit tonë, do të keni mundësinë që ta ndjekni përgjithësi pamjet të cilat kanë shënuar e simbolizuar ditën e veçantë në Lezhë, është 581 vjetori i beslidhjes në këtë vend. Do të shihemi shumë shpejt. Urime, mirupafshim.